Pas ngjarjes së rëndë të ndodhur në gjykatën e apelit në Tiranë, ku u vra një gjyqtar, deputetët kanë nisur inspektime në gjykatat e vendit për të verifikuar masat e sigurisë. Në këtë kuadër, një grup deputetësh zhvilluan një vizitë në ambientet e gjykatës së Korçës. Deputeti i Partisë Socialiste Bledi Çomo bëri të ditur se inspektimi vjen pas një kërkese të Këshillit Lart Gjyqësor, me qëllim rritjen e sigurisë në institucionet e drejtësisë dhe parandalimin e ngjarjeve të ngjashme në të ardhmen. Ai theksoi gjithashtu se fokusi i deputetëve është përmirësimi i sigurisë fizike, infrastrukturore dhe teknologjike në gjykata, duke sqaruar se nuk bëhet fjalë për monitorim të vendimarrjes gjyqësore. Sipas Çomos, gjykata e Korçës është një nga gjykatat më të mira në Republikën e Shqipërisë për sa i përket kushteve dhe organizimit të punës, duke u konsideruar një model për institucionet e tjera të drejtësisë që ende nuk i përmbushin këto standarde. Ka qenë një kërkesë e Këshillit Lart Gjyqësor dërguar Kuvendit Shqipërisë dhe Komisionit për Nisma Qytetare për sigurinë në gjykata, në bazë të ngjarjes që ndodhi në gjykatën e apelit të Tiranës, për të parë në tërësi përmirësimin e kushteve të sigurisë në gjykata. Pasi kemi bërë disa takime me këto institucione, ne kemi dalë dhe në terren të shohim ambientet e sigurisë në gjykata, dhe më pas do të kemi një dëgjesë në komision me të gjithë institucionet e pavarura të sistemit drejtësisë, përfshirë Këshillin e Lartë Gjyqësor, Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Prokurorinë e Përgjithshme, po dhe organet e ekzekutivit për të përmirësuar sistemin e sigurisë në gjykata, ashtu si ata kanë pretenduar. Pra, nëse këto kërkesa kanë të bëjnë me përmirësimin e pjesës të legjislacionit për sigurinë në gjykata, po ashtu dhe me infrastrukturën fizike dhe teknologjike të sigurisë në gjykata. Në përfundim të inspektimeve do të hartohet një raport përfundimtar, i cili pritet të paraqitet institucioneve përgjegjëse dhe Kuvendit me synim zgjerimin e bashkëpunimit dhe gjetjen e një zgjidhje përfundimtare për rritjen e sigurisë në të gjitha ambientet e gjyqësorit dhe prokurorisë.